vjeçare. Po, qëllimi apo ambicet janë kogja të mëdha, prandaj kam ardhur dhe dua që FC Drenica natyrisht për të gjithë drenicasët do të jetë klubi i zemrave, por dua që të bëhet edhe klubi i zemrave gjithë shqiptarëve. Dua që me Drenicën të identifikohen gjithë shqiptarët dhe mundësisht luajmë në ligat evropiane dhe në Champions League. Natyrisht është një ambicie për momentin thuja që vështirë arreshme, por ne shpresojmë shumë në profesionalizëm edhe ne do të marrim vetëm profesionalista rreth nesh, të cilët do të mendojnë gjermanisht, se vetëm kur mendojmë ashtu profesionalizëm ose kur mendojmë gjermanisht, besoj unë se edhe do të arrijmë atje. Gjermanët janë profesional, a? Jo, besoj se të gjithë janë profesional shqiptarët, ne shqiptarët gjithandaj në gjithë botën shkelqejmë. Vërtet është kjo. Por që unë dua që këtë mindsetin e Gjermanisë, mentalitetin e Gjermanisë ta instalojmë Drenicë, që do mos të disiplina, edhe besoj që me talent që i ka Drenica, edhe me talent që i ka Shqiptaria,